Ish prokurori Ervin Karanja komenton deklaratat e partive politike kundrejt SPAK-ut, por edhe ecurinë e reformës në drejtësi. Sipas tij, reforma në drejtësi ka pasur problemet e veta, pasi u është dhënë shumë prioritet disa çështjeve, ndërsa është ngadalësuar puna e gjyqësorit. Sipas tij, një tjetër pikë e rëndësishme për të diskutuar janë edhe gjyqet e hapura në Strasburg, ku sipas ish prokurorit, Shqipëria po paguan faturë për zgjatjen e afatit arsyeshëm. Me sulmet politike kuptohen deklaratat e bëra nga majoranca dhe opozita në drejtim të SPAK-ut. Raporti nuk është se flet vetëm për SPAK-un, por thotë se në duke vjet pavarësia e gjyqësorit në përgjithësi. Ne konstatojmë se reforma në drejtësi ka pasur 5 pika. Duke i kapur një nga një, ka ndodhur këto apo jo? Kryeministri Rama tha se ka pasur një gjyq që ka zgjatur 7 vite, tani kur i zgjat kryeministrit të Shqipërisë 7 vite, po një qytetari të thjesht sa i shkon një gjyq? Këtu kemi një pikë të reformës në drejtësi që ka dështuar. Probleme duhet merren në tërësi. Këtu nuk po merren me gjën kryesore që qytetarit shqiptar të jepet drejtësi brenda një afati të caktuar në një gjykatë pa anshme, të pavarur dhe të krijuar me ligj. Të mos harrojmë se edhe gjykata e Strasburgut po fillon dënimin e shtetit shqiptar. Populli i varfër shqiptar po paguan një faturë dhe këto nuk dalin në raporte. E dyta ka gjyqja të Strasburgut ku po dënohet shteti shqiptar për zgjatjen e afatit arsyeshëm, thotë Ervin Karanja.